Për shkak të mungesës së kushteve të duhura infrastrukturore në sallat e operimit të klinikës së ginekologjisë, pacientët dhe foshnjat rrezikohen nga marrja e infeksioneve. Në mungesë të filtrave, kjo klinik pritet të përballet me të njëjtin problem edhe gjatë vitit të ardhshëm. Renovimi i sallave operative ishte një nga kërkesat kryesore që drejtori i klinikës së ginekologjisë, Sef Ndrejaj, e paraqiti në mbledhjen e bordit drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar të mbajtur më 12 nëntor. Ai theksoi se infeksionet spitalore janë në rritje pavarësisht përpjekjeve të stafit për t'i parandaluar ato. Një kërkesë, një lutje ose sugjerim për klinikën tonë. Çka kemi me pas sfidë në vitin 2026 e tutje? Rinovimi i sallave operative, sidomos vendosja e filtrave. Aty e kemi problemin më të madh se edhe infeksionet intraspitalore janë në rritje, edhe pse po mundohemi boll që t'i ndalojmë në mënyra të ndryshme, por është pak e pamundshme se nuk i kemi mjetet. Pa një filtr të duhur në salla operative është problem, kështu që ky është sugjerimi im që të angazhohemi të gjithë që filtrat të bëhen nëpër salla. Se kur do të plotësohet kjo kërkesë e klinikës së ginekologjisë, Koha ka pyetur drejtorinë e përgjithshme të SHSKUK-s dhe bordin drejtues, por që prej 2 javësh nuk kanë ofruar përgjigje e as nuk kanë ofruar raportet e Komisionit për Infeksione Spitalore. Edhe pse drejtori i klinikës Sef Ndrejaj theksoi se infeksionet spitalore janë në rritje, sipas një përgjigjeje nga kryesuesi i Komisionit për Infeksione Spitalore, Gazmend Spahiaj, niveli i infeksioneve në ginekologji gjatë vitit të kaluar rezulton të jetë më i ulët krahasuar me vitin 2023. Raporti i infeksioneve spitalore për vitin 2025 ende nuk është përfunduar. Ju përgjigjem se në total në vitin 2024, përqindja e infeksioneve ka qenë 4,67%, kurse në vitin 2023 ka qenë 5,45%. Në klinikën e ginekologjisë në vitin 2024 ka qenë 0,25%, kurse në vitin 2023 ka qenë 0,32%. Ndonë se çështja e infeksioneve u ngrit në mbledhjen e bordit nga vetë drejtori i klinikës së ginekologjisë, ai nuk u përgjigj pyetjeve të kohës se sa është numri i infeksioneve intraspitalore këtë vit dhe sa ka qenë gjatë 3 vjetëve të fundit.